Në këtë video do të mësojmë për Clip-in Mask. Fillimisht, në tastin e djathtë e zgjedhëm këtu katrore. Klikoj Shift dhe e krijoj parapërsisht një formë kështu. Shkoj te shigjeta këtu, apo shkoj e krijoj një layer të ri këtu, create new layer, krijoj një layer i ri. Shkoj me tastin e djathtë mbi këtë, e zgjedh rrethin, edhe duke mbajtur Shiftin shtyp, krijoj këtë formë. Pastaj shkoj te shigjeta. Tani për momentin e kanë ngjyrën e njëjtë, unë për ta thjeshtuar, po shkoj për ta ndryshuar ngjyrën. Klikoj dy herë, hapë dritarja, po e bëj ngjyrën e kuqe. Tani për momentin janë dy forma, një rreth dhe dy katror. Tani, nëse dëshirojmë që rrethi të futet brenda katrorit, atëherë në renditje duhet të jetë një layer më lart. Në këtë rast është një layer më lart rrethi, nëse do të futet në katror. Do më thonë, e selektomi këtë rast rrethin, klikomi këtu me tastin e djathtë, edhe klikojmë Create Clip-in Mask. Shikoni se si futet rrethi brenda katrorit. Automatikisht i shtohet kjo shigjeta, do më thonë, largohet në të djathtë pak layeri, i shtohet kjo shigjeta që tregon që kjo formë është e vendosur brenda kësaj forme. Dhe mundemi me lëviz. Shikoni. Nëse dëshiroj ta heqi nga Clip-in Mask, atëherë vetëm e ngrej kështu, e lëshoj këtu dikon, shikoje tani heket. Njësoj vlen edhe për katrorin. Nëse dëshirojmë që katrori të futet brenda rrethit, katrori duhet të jetë një layer më lart se rrethi, në këtë rast si kështu. Klikoj me tastin e djathtë, Create Clip-in Mask. Shikoni edhe kjo kështu. Nëse dëshiroj me hek, do të thonë klikoj kështu. Përveç kësajna metode, e kemi edhe metodën tjetër. E klikomi këtë rrethin, klikoj Ctrl Alt G. Shikoni, do të thonë kjo është një shkurtesë, edhe vendoset njësoj. Po e heki prapë. Edhe opsioni tjetër është, e selektoj këtë layerin, klikoj Alt, edhe shkoj këtu diku poshtë, shikoni kursori e ndryshon formën, edhe pastaj klikoj me tastin e majtë, edhe vendoset kjo forma brenda kësaj formës. Do të thonë, funksioni është i njëjtë, vetëm mënyra se si me krij këtë funksion. Shikoni. Tash të heqë edhe këtë. Përveç një forme, ne mundim më shumë se një formë me vendos brenda një forme. Këtë rast e marr edhe një rreth tjetër, një layer, e krijoj një rreth me Shift. Shikoni, po klikoj te rrethi, e ndryshoj ngjyrën, bëj një ngjyrë tjetër. Tash mundem me selektu këto, edhe me kliku Ctrl Alt G. Shikoni, të dy format vendosen brenda një forme. Nëse dëshiroj këtu renditjen, edhe këtu lej njësoj, përsa nëse dëshiroj kjo heki, mundem kështu. Doni ta keni parasysh. Nëse dëshironi që ky rrethi të vendoset apo të hyjë brenda kësaj formës, duhet të jetë një layer më lart se kjo forma. Nëse kjo kështu, atëherë nëse bëj Clip-in Mask, ky rrethi i vogël futet te rrethi kuq. Për sta duhet të keni kujdes. Nëse doni këtë rrethi të futet te katrori, duhet me qenë renditja te katrori. Këtë rast, me kliku Create Clip-in Mask, shikoni vetëm kë ka hi brenda katrorit.